Kjo grua, e cila nuk po arrin t'i mban lot, ka vllau në zhdukur që 18 vjet. Është kjo Shukrie Begiqi, e cila thot se nuk dëshiron gjë tjetër veç se t'i kthehet kufoma e vëllait në shtëpi, të cilin e pret që 18 vjet. Veç Allahu që din çfarë rëndësimi është. Kredu ka e janë në mërë, përsa të jeta mësë që ta i mërë veç kisha kome të nështë, kisha të Ky gur është simboli për kujtimit të masakrës më të rënd që ka ndodhur në komunën e Mitrovicës. Sot bën 18 vite që kur në ish tregu në Mitrovicës, forcat paralimitare serbe hedhen bomba, ku 6 persona vetëm të vdekur dhe mbi 120 betën të plagosur. Familjarët e viktimave dhe të plagosurve u shprehen të shqetësuar me mos angazhimin e institucioneve për ngritjen e një lapidari për të përkujtuar denjësisht ata e jo vetëm një gur që shënon datën se kur ndodhi ky rast. Azem Beqiri, viktime kësaj ngjarje që sot është pa gjysmë gjymtyre, shpalosi para kameres kujtimet e asaj dite të kapshme. Nga ka kërcite eksploziv, dhe në atë moment kër në plagosë unë e kom di vetën, sikur më preme një skalpel, më duke i verapuar atëherë kom pa vetën që kom dole me putne. Në qenë se sot se kom drujlin, kom gjitë një protest. Ismet Haziri ka një shqetësim për këtë përkujtim që po bëhet të rënëve të kësaj masakre. Këtë guri mi pruve është shumë tragji e keqe që për ka mujtë më konë një diabetar i malë dhe do me thonë si shteti, si shtet nuk po interesohet më për neve. Ndërkaq drejtuesi i qendrës rajonale të KLMD-s në Mitrovic, Halit Barani, u shpreh i pakënaqur me interesimin e institucioneve për këtë ditë, duke thënë se kjo ngjarje nuk guxon të harrohet. Për çdo vit ka pas premtime se vitin e ardhshëm do të jetë një lapidar ashtu si kohije të shënohet një tragjedi. Edhe nën kryetari i komunës së Mitrovicës, Faruk Mujka, tha se për familjet e vrarëve dhe të plagosurve të kësaj masakre, por edhe të gjithë të tjerëve, është punuar shumë pak. E di se për familjet e të rënëve dhe të plagosurve gjatë këtyre viteve nuk është bërë shumë, por e pak ta çka mund të bëjmë ne, ata të tash e kemi në duar fatin e shtetit tonë, është që të punojmë gjithë së bashku që Republika e Kosovës të jetë një shtet ku funksionon rendja dhe ligji. Në sulmin e tregut në Mitrovicës që ka ndodhur me 13 mars të vitit 1999, nga hedhja eksplozive, patën gjetur vdekjen 6 qytetarë, ndërsa ishin plagosur rend 128 të tjerë.